Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga e që ndodhë në lindjen e mesme, shpesh herë kemi ndëgjuar të përfolet nga figura eminente sioniste se ata janë gatshëm të shembin edhe xhamin El Aqsa, e cila gjendet në Jerusalem, në Quds Sharif. Në një intervistë të fundit që gazetari i njohur Tucker Carlson diskutonte një skenar ku mund të ndryshonte përgjithmonë kursin e historisë botnore, ishte edhe shkatrimi i kompleksit të xhamisë El Aqsa. Deklaratat e bëra, madje edhe nga perspektiva brenda Izraelit, sugjerojnë se pasojat e një ngjarje të tillë do ishin më eksplozive se çdo bombë bërthamore. Andaj, mysafir i këtij ishte ish kryetari i Knesetit, parlamentit Izraelit, ku Tucker Carlson e pyet, çfarë do ndodhte nëse kompleksi El Aqsa do të shkatrohej? Ai thot, nëse edhe kur kjo do të ndodhë, Zoti na ruajt, ai do të jetë fundi i justifikimit të ekzistencës të shtetit të Izraelit. Dhe nëse kjo gjë ndodh, kam frikë se do të nxjisë masat në mbar botën muslimane. Kjo mund të rrëzoj disa regjime dhe të sjellë në pushtet forca dhe regjime tjera. I gjithë rendi botëror, ashtu siç e kemi njohur deri më sot, nuk do të njihet më nga ne. Situata është shumë më e paqëndrueshme dhe shpërthyese se sa ju duket juve. Pra, kjo është përgjigje e një politikanit izraelit, i cili tregon se nëse u lejohet atyre sionistëve ekstremist të marrin këtë hap, mbyllja e xhamisë Aqsa gjatë muajit Ramazanit akoma është mbyllur, është tregues i hapave të mëtejshme që në skenaret e ndryshme duke përfshi edhe një bombë iraniane, raketë iraniane e cila mund të shkatron xhamin Aqsa, e që të jetë iniciuar prej këtyre sionistave ekstremist, do të sjellë këtë situatë në botë. Andaj, vërejtja, alarmimi nga gjithë njerëzit e mequr botë është sionistave u thënë kujdes çka bëni se jeni duke afru apokalipsën, i të ofru kiametin. Kjo është puna e sionistave që fatkeqësisht ka dhe shqiptar që i përkrahin ata në masakrat, në shkatrimet, në gjenocidin që bën ata në Gaza dhe vazhdojnë ata me shkatru gjithë lindjen e mesme. Andaj vetëdijsimi dhe ngritja e vetëdijes kërkohet dhe që gjithë na jemi kundër këtyre luftimeve për të ndalë atë që mund të jetë më e keqja që s'ka ndodhur akoma.